Nëna Shqipëri, e pranë saj të bashkuar në një monument të madh të paharruar, partizanët Trima, bijtë dhe bijat më të mirë të popullit që ran duke luftuar. Si në çdo ditë tjetër të shënuar festë e gëzimi, në përvjetorin e 35 të formimit të ushtrisë, kanë ardhur së bashku me popullin për të bërë omazhe e për të vendosur kurora në varreset e dëshmorëve të Atdheut në Tiranë dhe shokët Mehmet Sheu, Ramiz Alia, Ekuran Isai, Adil Çaçani, Kadri Azbiu, Rita Marko, Simon Stefani, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Prokop Murra, nënkryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor Shefqet Peçi, shoku Spiro Mojsiu dhe shok të tjerë. Në monumentin e nënës Shqipëri u vendos një kuror në emër të udhëheqësit të dashur të partisë dhe të popullit ton, Shokut Enver Hoxha, me mbishkrimin Partizanëve Trima dhe të pavdekshëm. Kurora u vendosën gjithashtu në emër të Komitetit Qendror të Partisë, Presidiumit të Kuvendit Popullor, të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Këshillit Ministrave, Këshillit Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë dhe organizatave të tjera të masave. Kujtimi atyre që dhan jetën për ditët e bukura që gëzojmë, është gjithmonë pranë nesh. Ushtria jonë, si ushtri popullore revolucionare, lindje u rrit në zjarrin e përleshjeve të përgjakshme të pabarabarta me armiq. Ajo me forcët e veta dhe me mbështetjen e popullit, shliroi përgjithmonë vendin nga pushtimi nazifashist, nga zgjedhja e rëndë e shfrytëzuesve të vendit dhe vendosi pushtetin popullor, të cilit i shërben me devotshmëri si mbështetje armatosur e tij dhe fitoreve të revolucionit. Në atmosferën e festës së gëzimit, të mobilizimit luftarak e optimizmit revolucionar që karakterizon gjithë popullin ton ushtar, edhe brezi i ri i luftëtarëve demonstron përgatitjen e tij të gjithanshme fizike ushtarake, gatishmërinë për t'i dhënë kurdo herë përgjigjen e merituar çdo armiku. Feston populli ditën e shënuar. Këngët e bukura partizane ngjallin kujtime nga lufta e madhe nacional shqirimtare, që është me heroikja në ndeshjen legjendare të popullit ton me armiqt. Vallet popullore, si dhe vallet e lashte epike, janë dhe ato plot pathos luftarak. Të rinjt punëtor, nxënës, ushtar, kooperativist, student, nisën në marshimet gjata, duke kujtuar urdhët e çetave partizane që mblodhen nga të gjithë anët në labinotin heroik ku themelua ushtria e popullit. Në këtë ditë të shënuar për kujtimore, në Pallatin e Kulturës në kryeqytet u hap dhe ekspozita kombëtare arteve figurative. Në ceremoninë e rastit merrnin pjesë punonjës të qendrave të punës së prodhimit, ushtarak, njerëz të artit e të kulturës, si dhe anëtarët e byros politike, Komiteti Qendror të Partisë dhe zëvendës kryetar të Këshillit Ministrave, Manush Miftiu e Palimiska, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Tefta Cami e shok të tjerë. Shoku Manush Miftiu për e ushiritin. Kjo ekspozit
është vepër e piktorëve dhe skulptorëve profesionistë amator nga gjitha rrethet e vendit. Artistët i ka frymëzuar tema e krijimit të njësitëve të para, e betejave heroike të partizanëve, por edhe ajo e zhvillimit, revolucionarizimit e modernizimit pa ndërprerë të ushtrisë tonë popullore, ku i gjithë populli është inkuadruar në forcat armatosura e përgatitur ushtarakisht në mbrojtjen e atë dheut. Të 258 veprat e paraqitura të 188 autorëve pasqyrojnë motive nga rruga e lavdishme 35 vjeçare e ushtrisë popullore. Sallën e teatrit, operas dhe baletit, Komiteti Qendror i Partisë, Këshilli i Ministrave i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Komiteti i Partisë i Rrethit të Tiranës organizuan një konferencë solemne kushtuar 35 vjetorit të krijimit të ushtrisë sonë popullore. Punojësit e qendrave të punës dhe të prodhimit, kooperativistët, pjesëtarët e të afërmit e familjeve të dëshmorëve, ushtarakët e të ftuarit e tjerë, me shumë dashuri dhe emocion, pritën ardhjen e sekretarit partë Komiteti Qendror të Partisë, Shokut Enver Hoxha. Ndodheshin aty gjithashtu Haxhi Leshi, kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Mehmet Sheu, kryetari i Këshillit Ministrave, shokët Ramiz Alia, Adib Çaçani, Ekoran Isai, Pali Miska, Manush Miftiu, Kadri Azbiu, Spiro Koleka, Rita Marko, Lami Gekprifti, Simon Stefani, Filo Peresteri, Qiriako Miali, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Prokop Murra, nënkryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor Shevket Peçi, shoku Spiro Mojsiu, antar të Komitetit Qendror të Partisë, të Presidiumit të Kuvendit Popullor e të Qeverisë. Fjalën e hapjes e mbajti shoku Mehmet Sheu. Shok dhe shoq, këto ditë populli ynë dhe forcat tona të armatosura festojnë me madhështi jubileun e 35 vjetorit të krijimit të ushtrisë sonë popullore. Në këtë jubile të madh, ne vijmë me një bilanç të pasur suksesesh dhe fitoresh në luftën e pashëmbullt të popullit e të partisë sonë për ndërtimin e socializmit dhe forcimin e mbrojtjes së dheut. Klasa punëtore, fshatarësia kooperativiste, inteligjenca popullore, gjithë populli ynë në udhëheqjen e partisë ndodhet në kulmin e vrullit revolucionar për zbatimin e detyrave të Kongresit Shtat të partisë me besim të patundur për ndërtimin e plot shoqërisë socialiste duke u mbështetur në forcat e veta, në luftë heroike për mposhtjen e bllokadës së egër dhe për çarjen e rrethimit koncentrik të armiqve të jashtëm, në luftë dhëm për dhëm në arenën ndërkombëtare me imperializmin e social imperializmin, me revizionizmin modern e